Ditë të bukura si ky mëngjes i sotëm shkon mendja te pushime se jemi edhe në muajin qershor, kështu që do të shkojmë tani në qytet shumë të dashur jo vetëm gjatë muajve të verës, por edhe gjatë muajve të tjerë. Qyteti i bukur i Sarandës, jemi me rubrikën Një raport java në qyteti, është Thoma Nika atje këtë mëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Ju përshëndesim dhe ne, por së pari si ka nisur mëngjesi aty në Sarandë dhe cilat janë disa prej zhvillimeve që keni shkëputur, më pas do të kemi mundësi që ju të na i raportoni. E sotmja është një premte më shumë në vargun e atyre të premteve që shndrisin nga dielli dhe që vijnë si një shtys bimse për ta shpenzuar pa pishmanllëk fundjavën në Sarandë. Në fakt është shënuar një prishje e beftë e klimës së mesjavë, rreth e kanë ngarkuar çuditshëm qiellin e pasdites së mërkurës, të cilat janë kthyer në një shi të lehtë që na ka kujtuar skenat e komedisë së njohur Shi në plazh. Por në ditët që kanë vijuar, kemi parë dobinë e këtij ngatrimi stinësh dhe shiu nuk ka bërë tjetër përveç se ka shpërghurosur rrugët dhe ka pastruar atmosferën. Në kontekstin turistik, veçanta e kësaj jave ka qenë përmirësimi i ofertës që paraqet siti më i madh arkeologjik i Butrindit. Në këtë ditë përfundoi restaurimi i monumentit të njohur Porta me Kulla, mundësuar nga një projekt konservues dhe restaurues mbështetur nga Interreg IPA. Falëndërhyrjes atje, Porta me Kulla pritet të jetë edhe më tërheqëse për vizitorët e kësaj vere. Ndërkaq, syri i kaltër ka qenë ndër më të vizituarit në ditët e kësaj jave. Kjo edhe për shkak të ndërhyrjes për ta lehtësuar vajtin atje përmes një rruge normale, por sidomos për shkak të tërheqjes me bukuritë e rralla natyrore, me formën e bebes së syrit që ka burimi i syrit të katërt, me historinë e 18 burimeve që e rrethojnë dhe me legjendën e njohur të gjarprit gjigant. Të gjitha këto duket se kanë kthyer monumentin natyror të syrit të katërt në një atraksion që po merr vëmendje të shtuar nga vizitorët dhe po zëvon më shumë në gujtat e kësaj vere. Prania e jahteve të shtrenjta e luksoze është një tjetër dukuri e përsëritur e kësaj jave. Me ardhin e tyre këtu, ato plotësojnë qëllimin e tyre që është marrja e naftës më lirë, por tërësorazi i shërbejnë edhe promocionit për Sarandën për shkak të prestigjit dhe emrit të madh që kanë në tregun turistik botror. Do thoshja se prania e tyre në gjirin e Sarandës, kur ende brigjet tona nuk po preken nga kruazirat e mëdha të guidave të mazhut, janë një element që plotësojnë imazhin fizik dhe turistik të Sarandës. Shqiptarët e Kosovës për çdo javë janë me prani të shtuar në Sarandë dhe në Samil për kaluar fundjavën apo për pushime që shkojnë një javë më shumë në pritje të korrikut të kursit kur ata pritet të jenë fasha e pushuesve të tureve të plota. Kosovarët më special pranishëm këto ditë në Sarandë janë të ardhurit nga Suhareka. Qëllimi i vizitës së tyre është të shohin nga afër ndryshimet që ka bërë Saranda e kësaj vere dhe kalimi i një fundjavë ndryshe, por misioni i tyre shkon përtej pushimit. Delegacioni i ardhur mbrëmjen e djeshme në Sarandë përbet nga titullar dhe antar të asamblesë së komunës që janë në vijim të komunikimit dhe të kontakteve me Këshillin Bashkiak të Sarandës, si parlamente lokale të dy njësive vendore me një histori binjakëzimi prej 8 vjetësh. Në bashkëbisedimin që pritet të ketë sot mes këshilltarëve Bashkiak të Sarandës dhe asamblesë nga Suhareka në Bashkinë e Sarandës, në fokus do të jetë shkëmbimi i mendimeve, i eksperiencave dhe opinioneve mbi praktikat më të mira në vendimmarrjen lokale respektive. E për të krijuar kushte dhe mundësi që njerëzit e shërbimeve turistike të përkushtohen sezonit, Bashkia e Sarandës ka vendosur këtë javë që kopshtet dhe çerdhet publike në territorin e saj administrativ të ofrojnë shërbime edhe gjatë muajve qershor, korrik e gusht, njësoj si në muajt e tjerë të vitit. Kjo vendimmarrje e bashkisë me profil të qartë turizmin krijon akses për të gjithë ata prindër me fëmijë të mitur që të kenë angazhim total në punën e sezonit në pikun e tij. Mësohet që sipas këtij modeli, të njëjtën vendimmarrje për çerdhet e kopshtet e veta publike ka ofruar edhe Bashkia e Himarës ditët e fundit. Me argumentin se sezoni veror ende nuk ka nisur me intensitet dhe që koha e pushimeve ta gjejë territorin të pastruar nga ngrehinat dhe nga ndërtimet pa leje siç ishte paralajmëruar, kjo ishte java e parë e shëmbjes së tyre, duke nisur nga Ksamili operacioni i Bregdetyjin. Kanë qenë 4 ditë operacione, sot është e 5-ta, që IKMT e mbështetur nga policia e shtetit kanë hedhur për tokë ndërtimet abuzive në hapësira që duhet jenë publike. Në 4 ditë është raportuar prishja e 18 objekteve apo strukturave të lehtësuara nga 30 që janë në hartën e prishjes. Mësohet se mes tyre ka objekte nga 1 deri në 5 kate, struktura betonarme dhe të lehtësuara. Gjatë operacionit mësohet se nuk ka patur rezistencë, por kontestime dhe pretendime janë paraqitur nga disa subjekte që nuk e kanë dalë të bindin se lejet e tyre kanë vlefshmëri ligjore. E rëndësishme është të them se paralelisht me prishjet,
po kryhet edhe pastrimi dhe heqja e mbetjeve inerte që lë pas padroma. E kjo do të thotë se këto prishje nuk do të kenë impakt negativ në imazhin fizik turistik të Ksamillit. Lash për në fund lajmin që në fakt duhet ishte i pari, pasi festa e fitores së Butritit në futboll ishte më e madhe e kësaj jave. Mbrëmja e qershorit ishte pra e futbollit dhe futbollistëve të Butritit dhe mbështetësve Sarandiot, e me hymnin sportiv të skuadrës është dhënë sinjali i nisjes së festës në praninë e kryetarit të Bashkisë Adrian Gurma, në cilësinë edhe të presidentit të ekipit, në praninë e ekipit, të stafit teknik dhe drejtuesve të shoqërisë Butriti. Të gjithë së bashku e kthyen në një mbrëmje të gëzueshme në festën më të veçantë që do të mbahet gjatë kujtesë. Për ekipin e madh të verdhe bluve për ngjitjen e merituar në kategorinë e parë, janë bashkuar zërat në refrenin Ole Ole Butrinti jemi ne. Në mes të kësaj atmosfere të ndezur ka përshëndetur kryetari i Bashkisë Adrian Gurma, në cilësinë si thashë edhe të presidentit të shoqërisë, ai tha se ishte një rrugë e gjatë dhe e vështirë për të ardhur tek prekja e asaj ëndre që Butrinti të rikthehet me dinjitet dhe të bëj futboll për krah e ekipeve të kategorisë së parë. Ai tha se do të ketë edhe premio për çdo kontributor përveç certifikatave të mirënjohjes që u dorëzuan. Mjeshtri i futbollit, trajneri Milton Gurma, ka falënderuar ekipin për shpirtin e fortë të garës, për përgatitjen e lartë dhe ambicien kolektive. Ndërsa heroi i fitores, Mario Gurma, një herësh trajneri i ekipit, tregoi për përpjekjet e mëdha por edhe për emocionet e forta që provuan kur ktheheshin me fitore nga të gjitha fushat e sfidat. U kthye në refren kënga e njohur Ku do shkojmë këtë behar, shoqëruar nga përgjigje e moderuar në kategorinë e parë, që lidhet kjo me arsyeën e fortë të festës së futbollit vetan. Po, faleminderit dhe urojmë që sigurisht të kemi gjithmonë aktivitete të tilla që të kemi mundësinë dhe t'i pasqyrojmë. Faleminderit për gjithçka që na raportuat Thoman këtë mëngjes. Më jepni mundësinë të raportoj çfarë ndodh në Saran. Duke ju uruar një ditë të mbarë, ju përshëndesim dhe mbyllim këtë komunikim me korrespondentin Thoman Nika nga qyteti i Sarandës. Një përshëndetje shkon dhe për të gjithë miqtë të cilët na ndjekin nga atje. Padyshim i përshëndesim të gjithë.